Territori i Kosovës për datën 17 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike duke sjellë rreshje shiu dhe në disa zona rreshje bore. Paraditja do të jetë me rreshje të her pas hershme, ndërsa pasditja sjell intensifikim të rreshjeve në disa qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryje lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 17 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 1 deri në 6 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 5 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 7 gradë Celsius. Pej 1 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 9 gradë Celsius. Suharek 1 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 7 gradë Celsius.